Forcat të mëdha policore rreth orës 10 të ditës së sotme janë parë dhe fotografuar nga ana e qytetarëve në dalje të Tetovës, të cilët janë drejtuar drejt kodrës së diellit. Automjete të ndryshme të policisë kanë shqetësuar banorët e Tetovës dhe më gjerë kur kanë vërejtur forcat policore. Të njëjtat janë fotografuar afër teleferikut në dalje të Tetovës për në kodrën e diellit, ndërsa kanë qenë rreth 10 automjete të blinduara. Qytetarët e Tetovës me këtë rast janë shprehur të shqetësuar për praninë e madhe të forcave policore në rajonin e Tetovës, sidomos në kodrën e diellit, ndërsa kjo situatë vijon të jetë e pranishme gati se 3 javë. Lëvizjet e policisë të Tetovës nuk i kanë komentuar as në sektorin për punë të brendshme në Tetovë e as në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Maqedonisë. Zëdhënësi sektorit për punë të brendshme në Tetovë, Marian Josifovski, tha se këto aktivitete nuk janë të policisë së Tetovës, duke në adresuar për informacione në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Nga MPB-ja përgjegjësit për opinion kanë thënë se në rajonin e Tetovës dhe më gjerë nuk ka asnjë incident. Në rajonin e Tetovës, gjithsesi për vendin ku na pyetni, nuk ka të paraqitur asnjë incident deri më tani, tha Deana Nedelković nga Ministria e Punëve të Brendshme. Ajo nuk ka dhënë informacione për praninë e shtuar të forcave policore në rajonin e Tetovës dhe ka dhënë të njëjtën përgjigje se nuk ka asnjë incident. Edhe për skaj kësaj, shqetësimet e qytetarëve të Tetovës dhe malësisë të Tetovës janë të mëdha për praninë e forcave policore dhe lëvizjet e tyre që i bëjnë. Burimet tona nga pika turistike në kodrën e diellit kanë theksuar se për momentin situata është e njëjtë dhe tashmë ndrimet e pjesëtarëve të policisë dhe ushtrisë nuk bëhen me helikopter, por me automjete toksore. Nga ana tjetër, policia e Maqedonisë vijon të mos jep hollësi rreth këtyre lëvizjeve në rajonin e Tetovës.